urdhroni. Zotri, urdhroni. Se. Ma bo Allah se ditë e djelë më dhe rëpë flej gjuma, këpëtë dhe Jo, s'ka gjë, mos u shqetëson, ju kuptoj mjaft mirë, ju lutem, ulluni re atoni. Rëf. Jo, zotri. Jo, më falni, zotri. Po. Është këtu karriga, është këtu. A, që nga këtu? Po. Ja, kështu i ratuar jeni më mirë. Mund të më shuani një kuriozitet, ju lutem. Po, Allah, që ka. Po si arritët ta gjenit klinikën time kur nuk shini fare nga syt? O të shoh që mund kalo syt Allah, s'kalo troni, që gjojë më të... Në regull. Atere, para se të fillojnë vizitën, do më duhet ju bëj disa pyetje për të plotësuar formularin. Në regull? Sa kohë keni që mbani syze? Që 1978. Nga temperaturë e lartë, besoj. Jo, vujta shumë darjen me kinezët. Kam qajtë shumë... Numrin sa e keni tani? 068 22... Zotri, më falni, po ju pyeta për numrin e syzeve? Po falë Allah, se sa... Plus 11 minus 16. 16. Patent keni? Po, kam abone. Abone. Në regull. Atere, unë do shfaq disa gërma dhe ju do të me lexoni ato deri sa të mundeni. Po. Por me këtë numër syze shëmdhat nuk besoj do keni problem të shkoni deri në fund. Po. Fillojmë. Gërma e parë. R. Shumë mirë, në regull. Vazhdojmë më poshtë. Shof ma, kaq. Shumë mirë, nuk ka fare problem. Ju, zotri, nuk vuani fare për të parë nga afër. Po, tani do shohim si shihni ju nga larg. Jam përmirësu dhe me thënë, ha? Sigurisht. Qa, gjitha me të parën gërmën, e? Po. Pse, më përpara keni patur probleme ta gjeni me të parën gërmën? Pse vetëm gërmën mi? Unë shkoja takime prindër me grunë, vija me zyshën e qunit shpi. Shëqër që qëlloja i lodhë që kushërit e boj pra babë. Dut karbonara, kati tret majtas. Atere, do kalojmë tek vizita e dytë, zotri. Unë do t'ju shfaq tabelën e dytë dhe ju do më thoni se çfarë gërmash do të lexoni. Fillojmë? T, R, A, P, I, N. O, shoqe, unë shofa shty ku jem, unë du i gjamë, se më iku gjamë i këtu nga kjo, Në regull. Atëhere, zotri, juve vuani nga hiperskicofrenometropia. Që do të thot? Që janë djegur poçat e fenerve. Që do të thot? Që sytë tuaj funksionojnë më mirë si veshka se sa si sy. Që do të thot? Që më do më paguani mua 500 euro për vizitën, 300 euro për konsultën, 800 euro me që është ditë e djelë dhe 1500 euro për skeletin. O, gjamat, gjamat! Mos është qëpësone. Bashkë me xhamat, të cilat vinë nga Amerika, transporti, dogana, taksia dhe të gjitha këto, bëjnë 13.822 euro. Të që... Urdhra? Urdhroni? Thash, të keqe, sa shumë gjana. Duen. Po ku t'i gjerë Allah gjithë të lekë, s'ka makina Allah, që ku t'i... Zotri, mos u shqetësoni, ja u jap unë zgjedhjen. Ju do t'i mund t'i paguani me këste shumë të vogla mujore, vetëm për 4.000 euro në muaj. O, aorta. Këto do t'i paguani të banka e vllajt të burrit tim, e cila ndodhet në rrugën Babdut Karbonara, kati parë në Cep. O, shoqe, sa euro tashi duhet të t'japën ty? 13.822. Të hypë, ky ishe parashikimi i motit për sot, nga unë i sup metalla, në të një unë qoti shala.